Ja këtu një bletë e cila ka pjeshtin e bletës në shpinë. Me zi hetavat. Ja kjo si lëvizin. Këtu kemi polenin në lloj-lloj ngjyra, nga lloj-lloj lulet të cilët e grumbullojnë bletët. Është shumë i nevojshëm për me ushqi bletët e ardhshme, larvat. Edhe këtu mjalti i vulosur, të cilën e kanë në shërbim, mjaft ushqim të mjaftueshëm. Kështu polen kanë mjaft. Edhe si që shihni është kogja mirë e zhvilluar kjo. Kjo shikoni, shumë mirë e zhvilluar është, mashallah. Allahu dash bereqet